Goja ju vjen erë e keqe, ja çfarë duhet të bëni. Larja e rregullt e dhëmbëve është një nga gjërat kryesore që mund të bëni për të pasur një gojë të freskët dhe meqense e na vjen në ndihmë edhe një zgjidhje natyrale. Për të përmirësuar shëndetin tuaj oral dhe për të larguar erën e keqe të gojës, duhet të ndiqni këto hapa. Lani gjuhën. Në fakt, nëse ngacmoni gjuhën me një furçë të pastër dhëmbëve dhe ju jep ndjesi të vjellave, duhet ta lani atë me patjetër pasi mund të mbartë edhe bakterie. Duhet të shmangni ushqimet me yndyrë. Është shumë e rëndësishme të konsumoni ushqime pa yndyrë dhe kalori të tepërta pasi ato mund të krijojnë edhe një erë të keqe të gojës. Shmangni sheqernat e tepërta. Sheqeri është armiku kryesor i dhëmbëve dhe jo vetëm që dëmton ato, por shkakton edhe erën e keqe gjithashtu. Konsumoni kos. Një studim japonez tregoi se kur hani kos ndihmoni nivelin e hidrogjenit dhe pastroni gojën nga bakteriet, gjithashtu i freski gojës duke larguar erën e keqe. Hiqni dorë nga duani dhe gjithashtu shmangni ushqimet me yndyrë.